3 herë ma shumë. Atëherë do më thonë një prej arsyeve e njerëzve që pinë alkool shumë, është që paraqitet demenca. Kjo është për vitrije, është njëjtë, ne kemi shpjeguar fetarisht që gjithçka që di me shumicë, pakica është ndaluar. Së drejgëzuar se edhe këtë çështje do më thonë sa i përket alkoolit, sot kemi edhe drogën. Nuk ke nevojë me uzon me sasi të mëdha. Mjafton sadre, apo mjafton një sasi e vogël e gramëve të drogës që të futesh në burg. Apo në çdo shtet botës. Edhe alkooli është ende më i dëmshëm se droga. Për ata që e dinë. A dolmin tim? Po. Iliri, pse u riktheve te kronit e tua? Cila është arsyeja kryesore? A ka diçka që fshihet, domethënë, ndaj pagesa, diçka politike apo? Absolut nuk ka pagesë të politike, nuk ka pagesa si na i kanë mvesh gjërat. Une normal që njeriu kur vetëdijsohet, edhe mendon më ndryshe historinë e kombit vet, edhe atëherë automatikisht edhe me kalimin e kohës, do më thonë edhe me çlirimin e Kosovës, edhe mas shumëti që na detyruan, do më thonë kur fillun sidomos pe bazës kryesore të pikut, njerëzit të cilët predikojnë fenë muslimane, fillun të sulmojnë kombin shqiptar drejt pas drejt. E kanë masakru, ke thonë shumë. Po, e vërtet, kom thonë që e kanë masakru që pse kom thonë këtë fjallë, edhe plotësisht ka zonë vend. Në shekullin 14, kur kanë ardhur otomanët, ata për me na kthye në muslimanizëm kanë bën masakër të mërshëm si din të gjithë shqiptarët, çka ka ndodhur, edhe me nguliqen në përhuj, e mbaqen edhe me javë me ditë, të merrohen të tjerat. Po ke thonë kjo... Pastaj, veç një moment. Po, pastaj ka edhe me ardhjen e slavëve, do me thonë, ata na e prunë fenë, të cilën nuk e kena pas në prej shekullit parë, e kena pas fenë e krishterë. Shumë kush i thot, keni qenë pagan, po nuk është e vërtet ajo. Pagan, e kam lexu që janë konja ditëre grupe, ditëre fise, në përdo pjesë. Më falni. Do me zonë rakije vallave. Edhe... Përsa na eftojmë në fejnë islame që... Edhe, do me thonë, na prej shekullit parë kemi qenë të krishterë. Me thonë, historikisht. Edhe... Nëse s'ka bëja është taj Shëmpoli që thujnë që e ka... Po, Shëmpoli është njeriu person i parë, i cili është marrë me fe të krishterë katolike, edhe që kështu që kena vazhdu. Mirë, po me ardhjen e otomanëve, do me thonë, na këthin në fejnë tjetër. Do me thonë, domi kryesor që e kanë shkatru shqiptarë. Tash edhe domi edhe maj madh që është bën, në falni. Po, sa përve. Kur kanë ardhur tash slavët, ta na kanë ngulit, na kanë këthin në fejnë tjetër. Me ardhjen e slavëve, edhe këta janë mundu të nej me na masakrue, me na dëbue, me kret. Edhe tash këta kanë qenë bashkëpunim dy palët, do me thonë, dy fet kryesore për kombin shqiptar kanë qenë masakr. Do thonë kanë bo masakr. E pse i këtë akuzat rona, se për të nërpes i këtë akuzat rona kundra bikut që ku ka thonë që Naim Tërnova ka bo thirrje, e kom po me një intervjist. E vërtet po. Me hek Skënderbejon që ata shliromi. Po, Naim Tërnova ka bo thirrje, e kom në për video. Se kom dëgju këtë deklarat për Naimit. Po, unë e kom dëgju, ka bo thirrje me marrjen me rënimin e bustit Skënderbeut, do të marrim krejt Kosovën. A është kjo deklarat që është akuzë e ronë? Ajo, unë e kom dëgju në për misione, apo kuptan. Unë nuk e kom shpik, po